këto dy gjëra na bajnë neve lëmë o musliman. E para, mërzia për të kaluamën. E dyta, brenga për të ardhmen. Këto dyja na shkatërrojnë neve. Por ata është kjo doa, ka thënë Muhamedi alayhi salam, nëse dikush ka mërzi, e kush nuk ka mërzi, ose ka brenga, e kush nuk ka brenga, le të thotë kjo doa, e kjo doa brengun e tina ja shëndron rahati, e mërzin e tina, ata që i ka ndonë të kalumën, ja shëndron në gëzim. Kjo doa mënesh me thonë qysh dush, i drejton durt, si në doa, në sejdë, duke vozit me veturën tane, kudo që ti thuje kjo doa, të fal, ku t'jesh thuje kjo doa, je të vë umrën, thuje kjo doa, je agjerushëm, thuje. Edhe është doa shumë e mirë. Lexoja për kthimin Allahu Azza wa Jall shpërblift, i drejtohesh me këtë doa Allahut Azza wa Jall. Edhe thu Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati bi yadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluk bikulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Kanë thonë sahabët, kanë thonë ja Rasulullah, po do kam mësu këto fjalë. Ka thonë Muhamedi alayhi salam, po, ai që i dëgjon këto fjalë duhet më mësu. Allahumma inni abduk. Allahumma unë jam robi jëtë, djal i robit tanë, djal i robreshës tane, nënshtrohesh komplet, tash një pyetje, në qofë se aji që lutet është rob mashkull. Edhe thot, unë jam robi jëtë, është një me doan, po në qofë se është grue, a me thonë të është unë jam robresha jote, apo me lanë doan qysh është doaja, cilën doa muslimane, në qofë se lën doan qysh është hajrë, mosë tëtë, thuje doan qysh është. Po në qofë se ndryshon të ven rob, thu eme, robresh, është hajrë, do më thonë, cilat vjen ma letë, e cilën të njësh vetën ma mirë. Allahu Azza wa Jall u apranof këtë doa, thune o musliman, thune edhe lutë në Rabbul Alamin me këtë lutje. Allahu Azza wa Jall në e pranof lutjet tona.